Si ta eliminojmë ankthim, sepse sot për sot është nga problemet më të mëdha dhe shumica e njerëzve marrin ilaçe për të letësuar këtë lloj ndjenje. Por kjo nuk do të ndodhë derisa ju ta kuptoni se kush jeni dhe se si funksionon mendja juaj. Dhe kur ju e kuptoni këtë, nuk do të keni më nevojë të qëndroni në një gjendje ankthi. Dhe ju keni aftësinë për ta bërë këtë, nëse studioni këtu me mua dhe kuptoni se çfarë unë do t'ju shpjegoj. Ju jeni krijesa më e madhe dhe më e lartë e Zotit, ju keni një mendje të mrekullueshme dhe jetojmë në një trup fizik. Dhe kemi vetëm dy burime ku ne mund të marrim informacion për veten tonë, të cilën janë shkenca dhe teologët. Shkenca na mëson se ne jemi energji ose gjithçka është energji. Teologët thonë se ne jemi një qenie shpirtërore dhe se mendja jonë funksionon me imazhe. Mendo për shtëpinë tuaj, një imazh do të shfaqet në mendjen tuaj. Mendo për makinën, një imazh, një fotografi do të shfaqet në mendjen tuaj. Por po t'ju them mendo si duket mendja, nuk ka imazh as fotografi, sepse 98% e popullsisë e ngatrojnë atë me trurin. Dhe truri nuk është mendja jonë. Dhe unë